Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazë të nderuar, ne kemi filluar një seri të re të derseve rreth kishës ortodokse serbe dhe mishërimit të tyre me institucione tjera nacionaliste. Sonte do të flasim për 3 petale serbe. Dikush mund të thotë, cilat janë këto 3 petale serbe? E para është lidhja e shkrimtarëve të Serbisë. Pastaj është Akademia Serbe e Shkencave dhe Arteve, dhe në fund është kisha ortodokse serbe, e cila mund të themi se është më e rëndësishme që në mënyrë shpirtërore ndikon tek populli serb. Por si filloi gjithë kjo? Filloi qysh në vitin 1981, pa kaluar një vit pas vdekjes së Josip Broz Titos. E dini të gjithë që Josip Broz Tito ka qenë presidenti i Jugosllavisë së atëhershme, apo ish Jugosllavisë. Gojko Gjogo thot ka shkruar një përmbledhje poezish me titull Kohë të leshta, të cilat, mbasi ofendonte vlerat e komunistëve të atëhershme, normalisht duke mos e potencuar me emër Josip Broz Titon, mirë po gjykatat aso kohë futën në burg. Por çfarë bëri lidhja shkrimtarëve e Serbisë? Lidhja shkrimtarëve e Serbisë filloi të organizonte mbrëmje proteste letrare dhe normalisht duke dërguar një notë proteste gjykatës, ndikoi tek gjykata aso kohë që i tilli vetëm të ishte 2 muaj burg. Pas 2 muaj burg, ai u lirua nga akuzat me pretekstin e gjendjes shëndetësore të tij apo shkaqeve shëndetësore. Kështu pra, mbi humusin e shtëpisë së luleve filloi të rritej lulja tripetalëshe. E para, tham çfarë, ishte lidhja shkrimtare e Serbisë. Pastaj e kemi shumë shpejt u hap edhe një petal tjetër i lulës serbe, dhe ajo ishte që ishte goxha një organizat apo një institucion i fuqishëm që bënte memorandume apo që i nxiste politikanët e asaj kohe për një të ashtu quajtur Serbi të madhe. Kjo është Akademia Serbe e Shkencave dhe Arteve, në kundërshtim të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, të cilët kanë fletur gjumë dhe nuk bëjnë asgjë për ta ruajtur vendin tonë. Por se ata nxitohen kur ka të bëj me islamin apo me besimin e popullit shumicë në Kosovë. Kjo është fatkeqësi e jona. Akademia e Shkencave të Arteve, domethënë si kryetar i Akademisë Serbe të Shkencave të Artit ishte Dušan Kanazir. Ishte Dušan Kanazir, kryetari i Akademisë Serbe të Shkencave të Arteve, ndërsa në aspektin intelektual që i nxiste dhe u shkruante memorandumet, të gjithë ndihm një figurë e njohur nacionaliste, dhe ai ishte Dobrica Ćosić. I cili në vitin 1984 fliste për ngarkesat e së kaluarës dhe sfidat e së ardhmës. Dhe ngarkesat serbe kënë se serbët janë të shtypur dhe duhet ta kenë një territor më të gjerë në ish Jugosllavi, dhe normalisht nëpërmjet memorandumeve të tij u mundonte të nxiste dhe të sensibilizonte popullin në aspektin, nacionalist. Që në vitin tjetër, do thotë pas vitit 1984, në kuvendin e Akademisë së mbajtur me 23 maj u nxor përfundimi se ishte nevojshme të vihen në duke problemet aktuale, shoqërore, politike, ekonomike, sociale, shkencore e kulturore, dhe u vendos një zëri që të bëhet një memorandum. Që mbas të memorandumit, gjitha ato pikat që i kishte rënditur, dhe në të ardhmen ne do të flasim edhe për këto memorandume që janë bërë edhe për shqiptarët dhe bosnjakët, sidomos për shqiptarët dhe bosnjakët, që i kishin bërë këta intelektual sërb. Večernje Novosti, ka qenë një gazetë, dhe akoma me sa di është, arriti të shtinte në dorë tekstin e papërfunduar të memorandumit dhe botoi me 24-25 shtator 1986. Ky botim praktikisht përbën edhe fundin e punës mbi këtë material. Kjo ishte sa i përket Akademisë Serbe të Shkencave dhe të Arteve,
që ishte krahu, të themi, intelektual, nacionalist. Mirë po, sërbët e kanë edhe një krah tjetër shpirtëror, apo me pretekstin e Serbisë qiellore, që janë popull i zgjedhur. Dhe këtë si do t'ja mbjellin sërbëve, si do t'ja mbjellin fëmijëve kundër gjithë popujve tjerë, ajo është Kosi, është Kisha Ortodokse Sërbe. Thot, ashtu si LSHS-ja, ashtu si ASSH-a, dhe më thonë Akademia Sërbe e Shkencave dhe Arteve, edhe Kosi, me vdekjen e Titos pa fundin e një epoke dhe fillimin e një farë epoke të ri. Gjatë viteve 80, me aktivitetet e tyre, u dalluan, thot qka, në mënyrë të veçantë, tri teolog, do më thonë të tyre, murq të rinje, por me reputacion dhe imazh, apo reputacion të madh në popull, profesor të fakultetit teologjik, të cilët i quanin Justinian. Thot, këta ishin Amfilohije Radović, Irinej Bulović edhe Atanasie Jeftić. Ky ishte që më shumë do të përmendet në ligjëratat tona. Në sajt të qëndrimit të tyre të hapur antikomunist e nacionalist, thot si dhe të aktivitetet të tyre të jashtëzakonshëm në fushën e shkrimeve, në janar të vitit 1985, këta të tre u pranuan në shoqatën e shkrimtarëve të Serbisë. Më thonë, shikone mishrimin vllazni mes fesë edhe nacionalizmit sërb. Mes fesë edhe nacionalizmit sërb. Si që kemi potencuar edhe një më herët, që të jesh sërb, domosdoshmërisht je edhe ortodoks. Më thonë, kështu e kanë ata. Dhe e kanë duke menduar se monopolin e trashëgimisë bizantine e ka Kisha Sërbe ortodokse në Ballkan. Për atë arsye dhe ka pas raste që përveç muslimanëve që i ka luftuar kjo kishë, i ka luftuar edhe kishën ortodokse, do thot maqedonase. Mos flitet edhe për katolikët. Po ashtu ishte kjo praje lulja tripetalshe, LSHS, ASSH-a dhe Kos Era Dekse, e së cilës shumë sërbëve do t'u amert në mendjen dhe Slobodan Miloševićit do t'jepte mundësin që ta nxit këtë narrativ. Apo po ashtu njeriu ma potergji edhe ma fitnegji. Kush ishte në radhët e kishës ortodokse sërbe në gjatë viteve 80-ta, por dhe nga mesi viteve 90-ta, s'ka dyshim ishte peshkopi Atanasie Jeftić. Siç do thotë përmendëm më herët. Aso kohë u bë një nga figurat më të njohura dhe popullore në Serbi dhe të sërbët. Në librin e tij nga Kosova deri në Jadovna, sidomos Kosovën e kanë në kokta, edhe sot e asaj dite ndikojnë nëpërmjet kishave ortodokse që kanë marrë një eksterritorialitet në vendin tonë në Kosovë, sa që fatkeqësisht edhe një nga pastorët amerikan erdhi këtu dhe i vizitoi, dhe kjo në mënyrë indirekte i bie që ti fuqizosh këta krishterë ortodoks, ti fuqizosh brenda territorit tonë. Pastaj thot çka u botua ky libër nga Kosova deri në Jadovna 1984, disa herë preku çështjet që deri më atëherë përgjithsisht shmangeshin problemin e sërbëve të Kosovës. Gjithmonë të viktimizum. Po kur s'kan pas probleme, subhanallah, shkijet në Kosovë? Ku kanë pas probleme me neve? Në kohën e ish Jugosllavisë, në kohën e teoria bashkim vllaznim. Kërkush nuk i kanë ngutë sërbët. Mirë po ata, për të dashur që ta marrin territorin, çfarë kanë bërë? E kanë futur atë teorinë kinë se janë të persekutuar sërbët në Kosovë dhe pastaj që më lehtë ta marrin në dorë territorin tonë. Dhe për shkak të paraqitjeve të tij të ashpra dhe përdorimit të fjalëve, shprehjeve, sipas mendimeve të shumta që dhe nuk i shikonin nuk i shkonin një kleriku, peshkopi i arshëm Atanasie Jeftić bëri shumë armiq, por se edhe admirues të flakët.
Më thonë edhe, sepse u ndonë në dy tabore, bëri armiq, sepse kishte një gojë të ashpër, një gjuhë të ashpër, po njëkohësisht bëri edhe fanatik, pasues fanatik apo admirues të tij. Se që populariteti gëzonte Atanasie Jeftić në vitet 80 mund të shihet për shkrimi njerëz prej tribunave të mëdhaja që i kishte bërë. Edhe pse 15 minuta u vonua duke u arsyetuar, pastaj kur erdhi, u ngritën të gjithë në këmbë. U ngritën të gjithë në këmbë për ta pritur Atanasie Jeftićin. Asilloj, do të thot, asilloj droge apo i kishte ndikuar nëpërmjet fjalimeve të tij emocionale tek serbët nacionalist dhe serbët fetar. Populariteti në arritur gjatë viteve 80 me historinë mbi gjenocidin dhe betimin për Kosovën, në fillim të viteve 90 peshkopi Atanasie Jeftić e ngriti në nivel botnor, fal kritikave të ashpra fillimisht kundër presidentit, kundër, do thot, Slobodan Miloševićit dhe regjimit të tij. Punonte me kaq zemër sa krijoi përshtypja se ai për herë ka qenë kundër Miloševićit. Realisht e ka ndruar çështjen kur ai mori pushtet, kishte pushtet të fuqishëm dhe u bën një lloj bashkëdyzimi u bë mes kishës ortodokse dhe nacionalizmit serb. Edhe pse si Slobodan Miloševići dhe disa politikan komunist, laik, çfarë do t'i themi, ata nuk ishin fetar. Mirë po, pasi që ideologjia apo të themi ajo tematika e tyre ishte e njëjtë apo qëllimi ishte i njëjtë, ata u bashkuan në luftën kundër nesh. Apo në luftën për ta përhapur një farlloj Serbie qiellore, për t'i marrë, domethënë, territoret në ish Jugosllavinë. Ndërkaq nuk ka qenë kështu, qysh në vitin 1988 Murgu i atëhershëm shprehte admirimin e tij ndaj udhëheqësit serb dhe thot duke marrë pjesë në mitingun e madh në Ushqe në Beograd. Ka qenë prej mitingjeve më të mëdha në Beograd. Thot ku foli Slobodan Miloševići para 1 milion njerëzve. Para 1 milion njerëzve. Dhe thot, me atë rast profesori Atanasie pati marrë me vete dhe studentët e fakultetit teologjik për ta, domethënë, përkrahur Slobodan Miloševićin. Apo, dhe në këtë tubim Miloševići çfarë foli? Tha, pozitën foli për pozitën e serbëve në Jugosllavi. Pastaj thot Kosovën si çështje kombëtare serbe. Nevojën për ndryshime kushtetuese në Kosovë, thot heqjen e autonomisë, që e kremtuan. Ne që jemi pak më të vjetër e dim këtë gjë që e kanë bërë kundrejt nesh. Tragedia kosovare dhe vajtja famshme e Slobodan Miloševićit në fushë Kosovë më 27 mars 1987, këtë popull me parollën as kush nuk guxon me error. Shikoni çfarë teorie, subhanallah. Më thonë, kinse ne i kemi rrahur, kinse ne i kemi kanosur, i kemi shantazhuar serbët në trojet tona këtu, dhe me këtë pretekst për ta ndryshuar edhe kushtetutën e 74-ës. Bën që komunisti i parë i Serbisë të ngjitet lart në skenën politike dhe lavdatat entuziaste vinin nga të gjitha anët dhe jo vetëm prej Atanasie Jeftićit, sërish ndër të parët reaguan shkrimtarët, si zakonisht. Dhe thot, qysh me 1 maj 1987 në faqen e parë të Književne Novine u botua poezia e Radoslav Zlatanovićit, himni në ledin kushtuar ti, pra ka fundi i viteve 80 Kosova ishte tema kryesore. Tema kryesore për ta nxitur atë narrativën e marrjes së territoreve. Dhe mirisht, jo nga këndvështrimi historik, po nga këndvështrimi prallor edhe mistik. Diku, duke u përgatitur pastaj për 600 vjetorin e shfrytzuan, apo për ta përgatitur terrenin rreth 600 vjetorit të betejës së Kosovës, Kisha Ortodokse serbe vendosi që eshtrat e Princ Lazarit, asokua që kishte një luftë brenda Princ Lazarit serbëve dhe një pjesë e ortodoksëve shqiptar që luftuan kundër perandorisë osmane,
thot çfarë bëj, ti kaloj eshtrat e prins Lazarit, ti kaloj në manastirin e Graçanicës. Akoma më shumë, dhe më thonë, të fuqizohet se kjo tokë është tokë sërbe. Dhe thot, gjatë vitin 1988, eshtrat e princit u shëtitën në përdioqezën e Zvornikut të Tuzlës, Shabacit, e Valevës, Shumadis, e Zhiçkës dhe kudo u pritën solemnisht prej shumë njerëzve. Me këtë rast peshkupi atëhershëm i Shabacit, i Valevës, Jovan Velimirović, nxori qarkorën ku përmendet termi Serbia qiellore. Shpikeni term, nxiti pastaj popullin ndaj këtij termi që të luftojnë për këtë term, dhe kjo është nxitje që në anën shpirtërore, përveç anës intelektuale nacionaliste, e nxitën edhe anën shpirtërore. Sepse vllazni mbane në mend, ana shpirtërore çdo herë është më e fuqishme se sa ana tjetër intelektuale. Intelektuale po themi se edhe ana shpirtërore është intelektuale, nuk ka dyshim. Por se ana shpirtërore e ka edhe këtë botë, edhe botën tjetër. Dhe botën tjetër e kemi, do thot, e kanë shpërblimin tek Zoti i Madhërisëm dhe normalisht i shfrytëzojnë këto gjëra për ti luftuar kundërshtarët. Thot çka? Me princin Lazar. Thot e përdorin termin Serbia qiellore, të cilën më vonë e përdorin shumë të tjerë. Me princin Lazar dhe Kosovën, serbët në radhë të parë krijojnë Serbinë qiellore, e cila deri më sot u rrit aq sa u bë shteti më i madh qiellor. Thot me ndryshimin e kushtetutës republikane, ngjarja kryesore për Serbinë e viteve 80-90 ishte festimi 600 vjetorit të betejës së Kosovës, kremtimi qendror u bë në Gazimestan. Edhe sot asaj dite, çdo vjet vinë dhe e festojnë, sepse nyja e fundit ju ka mbetur Kisha Ortodokse Serbe. Kisha Ortodokse Serbe nëpërmjet këtyre kremtimeve mundohen që ta mbajnë peng akoma Kosovën, që herdo kur ta kanë atë zinxhirin ortodoks deri në marrjen përfundimtare të Kosovës, dhe inshallah kjo nuk do të ndodhë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Rrethave të mirë po thot, ky tubim i madh që u bë paraqiste një rast të shkëlqyer të Slobodan Miloševićit që mi forcu edhe mi konsolidu pozitat e veta personale. Po njëkohësisht në anën tjetër, rrethave të afërta të patriarkanës pak a shumë i mbeti hatri pse nuk u bë tek ta. Dhe nuk mori pjesë në ceremoninë qendrore kishtare në manastirin e Graçanicës. Nuk shkoi do të Slobodan Miloševići, dhe normalisht i mbeti hatri kishës. Pastaj thot, në televizion, në radio, në tribuna, mediat, si zakonisht, thot, ku do flitej vetëm për Kosovën? Këndohej, thot, oj Srbio, sad si opet cela, ne ćeš više biti u 3 dela. Thot, oj Srbi, tash je prap një e tërë, e kur më s'do të ndalesh në 3 pjesë. S'do të ndahesh në 3 pjesë. Por më vonë qershor të vitit 1999, në vend të 1 milion deri 2 milion njerëz në Gazimestan ishin vetëm patriarku Pavle Peshkopi Artemije, thot Peshkopi Atanasie Jeftit dhe disa njerëz, dhe forcat ndërkombëtare po flitet pas luftës apo që e humbën Serbët luftën në Kosovë. Mirë po, ata janë populli çuditshëm, edhe humbjen e festojnë. Shikoni për shembull në Gazimestan vinë dhe humbjen e festojnë. Në fund le të përmendim edhe një herë aftësinë e jashtëzakonshme të udhëhecëve shpirtëror e shekullar serb për planifikime dhe projekte afatgjate. Siç e kam potencuar në mësimin e kaluar, kur një serb kishte ardhur nga Serbia dhe shkoi tek patriarkana e Pes, dhe aty ishte një e ashtu quajtur motër e nderit, dhe ajo po i thot këtij serbi. Po i thot që secili po vjen këtu, po më viziton dhe asgjë nuk po bën. Mirë, po ne jemi këtu. Ne do të qëndrojmë këtu 100, 200, 300. Herë do kur ne ushtria jonë do të kthehet me një aspekt. Ata e kanë ëndër vllazni. Na do të jemi syqel.
Na do të jemi syqel edhe ndaj këtyre organizatave, sepse këto organizata anti-islamike çojnë ujë në mullirin e armikut. Çojnë ujë në mullirin e armikut. Sepse ortodoksizmi, katolicizmi është shumë lehtë të bashkohen kur ka të bëjë me popullin shqiptar i cili është mbi 90% musliman. Shumë lehtë. Ato e lojrat, kthehemi tek feja të parëve tanë. Feja të parëve tanë ka kaluar në etapa të ndryshme. Në fillim nuk kanë qenë fare as katolik as musliman, kanë qenë pagan, iliro-pellazgët, ka perandoria romake, kemi pasur, domethënë perandorinë romake, bullgare, serbe, e gjitha perandorit në fund ka qenë perandoria osmane, domethënë ne kemi kaluar në etapa të ndryshme të fesë. Falë Allah subhanahu wa taala, e kemi pranuar fenë e vërtet islame. Thot, ata që djetë qanin, kur morën vesh se ka vdekur Josip Broz Tito, tash e urrinin me gjithë zemër. Ata që betoheshin për Jugosllavin, tash besonin se kjo ka qenë varri i serbizmit. Thot, ata për të cilën Bashkim Vllazërimi ka qenë gjë e shenjtë, tash vetëm prisnin thirrjen për të çruar hesapet, përfundimisht me turqit. Dhe mos harroni, turq na thojnë neve. Neve na thojnë mbetje turke. Të njëjtën narrativ janë duke përdor edhe organizatat anti-islamike, shqip folëse. Ata na quajnë turq, edhe këto organizata na quajnë turko-arab. Shikoni e njëjta narrativ. E njëjta narrativ. Siç erdhi dikush nga Shqipëria, një grua, dhe e bëri një video përballë xhamisë Sinan Pashës, dhe tha kjo xhami është ndërtuar mbi rënojat, është ndërtuar mbi themelet e xhamisë, mbi themelet e kishës. Kujt po i shërben ti me këto gjëra? Kujt po i shërben ti këto? Nuk janë tu ditë këta me vedi apo pa vedie që janë duke i shërbyer pushtuesit serb gjakatar. Thot, qenë të luftës ishin qartur me erën e luftës lulës tri petalqe sërbe. Lidhë shkrimtarëve sërbe, Akademia Sërbe Shkencave dhe Arteve dhe Kosi, Kisha Ortodokse Sërbe, duke i kërcënuar me dhëmë të skërmitur, të rriqnin zinxhiret me të cilën qenë lidhur. Njeriu që mbante në duart e tij zinxhiret, kush ishte? Natyrisht ishte Slobodan Miloševići, ashtu siç pritej Pekosh, fillimi i viteve 90, shënonte kalimin në fazën e dytë të zbatimit të ashtu quajtur plan i rendit të ri sërb, me bashkëdyzime nacionaliste dhe fetare, shpirtërore me Serbinë qiellore, siç i kemi parë duke u pagëzuar apo duke i dhënë atë ujin në fojza sërbëve për të luftuar kundër muslimanëve, sepse feja e tyre i kanë nxitur, apo të themi prisat e tyre fetar kanë nxitur që të bëjnë masakra kundrejt muslimanëve, kundrejt shqiptarëve, kundrejt bosnjakëve, deri në takimin e radhës. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.